Hyrja në Medinë nga jeta të dërguarit Muhammed a.s. I dërguari kishte mbërritur në Uaz të hënën e 27 shtatorit 622. Mesazhe të ndryshme bën shpejt të qartë se populli i Medinës e priste me padurim bërritjen e tij. Kështu që ai qëndroi vetëm 3 ditë të plota në Kuba, gjatë të cilave shtroi themelet e një xhamie. E para që u ndërtua në Islam, të premten në mëngjes u nis nga Kuba dhe në drek ai dhe shoqëruesit e tij daluan në luginën e Ranunës për të falur xhuman me klanin Hazreq të Beni Selimëve, që po i prisnin. Kjo ishte xhumaja e parë që ai fali në vendin që prej atëherë mbrapa do të ishte shtëpia e tij. Disa nga të afërmit e tij të klani Beni Nezjar kishin ardhur për të takuar dhe disa nga Beni Amret e kishin shoqëruar në Kuba, gjë që çoi numrin e xhamatit në rreth 100 njerëz pas lutjes i dërguari hipi mbi Kazvan, ndërsa Abu Bekri dhe të tjerët nga Kurejshët hipen gjithashtu mbi deve dhe u nisën me të për në qytet. Djathtas e majtas tyre me parzmore e shpatat zhveshur kaleronin burrat të Evsëve dhe Hazreqeve, si gratë deri. E shenjë treguese se vetimi që kishin dhënë për ta mbrojtur nuk ishte fjalë boshe. Do se e dinin mirë se aty atëherë nuk i duhej mbrojtje. Nuk ishte pasur ditë me gëzim më të madh. Erdhi pejgamberi. Ishte thirrja e hareshme që ngrihej nga gjithnjë më shumë zëra burrash. Grashë fëmijësh që ishin rreshtuar anash. Kazvaja mori një hap të ngadalt dhe hierënd varganit të kalonte mes kopshteve dhe korijeve me palma në jug të Medinës. Shtëpit ishin ende të pakta e larg njëra tjetrës, por dal ngadal hyn në distrikte më të afruara dhe ftesat e zjarta qenë të shumta. Zbarko këtu, o i dërguar i Zotit, se kemi fuqi dhe mbrojtje për ty me bollek. Më se një herë një burr ose grup burrash të një fisi e kapën kapistrën e Kazvas. Por çdo herë i dërguari bekonte dhe thoshte: të shkoj atje kudo, se është nën urdhën e Zotit. Në një qast u duk sikur ajo mori nga shtëpitë e farefisit më të afërt të dërguarit të degës, Adit të klanit Hazreq të Nezjarit, sepse u kthye nga pjesa lindore e qytetit, ku jetonte shumica e klanit. Por ajo i kaloi për bri vendit, ku kishte ndenjur ai me të emën në femjeri dhe shtëpive të tjera të atyre që kishte më afër. Me gjithë përgjimet e tyre të sinqerta që ta bënte shtëpinë atje, i dërguari u dha përgjigjen që u kishte dhënë të tjerëve dhe ata veç se u bindën. Ai kishte arritur tashmë shtëpitë e degës Beni Malik të Nezjarit. Këtij në klani i përkisnin 2 prej atyre 6 burrave që i kishin dhënë besën vitin para Kabas së parë, Asadi e Avfi, dhe këtu Kazvaja mori kthesen për të një obor me mure të larta, që kishte brenda disa hurma dhe rënoja e një ndërtese. Njëra anë ishte përdorur për ca kohë si tokë varrimi. Kishte edhe një vend të veçuar për tharjen e hurmave. Ajo ju drejtuar një tharku të palemuar, që Asadi kishte ngritur si vend lutjesh dhe u gjunjëzua të hyrja. I dërguari ja lëshoi frerin, por nuk zbriti. Pas pak ajo ngrit në këmbë dhe filloi të ecte ndeshëm. Por ajo nuk ishte shkuar larg kur u ndal. U kthye gjurmëve të saj e shkoi prapa aty ku që gjunjëzuar. Pastaj ra në gjunjë sërish. E kësaj radhe kafshoi kraharorin për tokë. I dërguari i zbriti e tha: kjo inshallah është banesa. Pastaj pyeti kush ishte pronari i oborit, dhe Muadhi, vëllai i Avfit, tha se përkiste 2 jetimeve, Selit e Suhelit. Ata ishin në kujdestarinë e Asadit, të cilët i dërguari i kërkoi të sillte, por ata ishin aty tashmë dhe erdhen e ju ulën Karshi. Ai pyeti nëse do t'ja shisnin oborin dhe u kërkoi çmimin, por ata thanë: jo, besa, por ta japim ty, o Rasulullah. Mirë po, ai nuk e pranonte si dhuratë çmimi.
u fiksua me ndihmën e Asadit. Ndërkaq, Ebu Ejub Haliti, që jetonte aty pranë, e kishte zgjidhur dhe futur në shtëpi ngarkesën. Të tjerët e klanit erdhën e ju lutën të dërguarit. Tu shkonte mysafir, por ai tha: "Robi duhet të qëndrojë me ngarkesën e vet." Ebu Ejubi kishte qenë i pari në fisin e tij që ishte vetuar në Akaban e dytë. Ai dhe bashkëshortja e parë tani u tërhoqën në pjesën e sipërme të shtëpisë së tyre, duke ja lënë katin përdes të dërguarit, dhe Asadi i priu ka zvaz drejt oborit të shtëpisë së tij që ishte aty pranë.